Shueshëm edhe ndoshta kalojnë edhe më mirë sepse e presin më rrallë, le të themi atë dasëm, ndërsa në sezon janë çdo natë dhe dikur do të thonë do të rutinë. Është e lodhshme megjithatë. Shumë e vërtetë. Ky viti më i bukur i jetës tënde deri tani ka ardhur me plot ndryshime për ty, ndryshim jo vetëm nga aspekti i martesës edhe fillimi të një jete të re me bashkëshortin, por edhe ndrimi komplet i vendit. Sa je përshtatur me Gjermaninë, Duna? Jam përshtatur shumë edhe gjithë po çuditen, sepse vazhdimisht ma bëjnë këtë pyetje. Unë pata bisedu me ty edhe në një intervistë tjetër kur kam qenë këto dhe kam thënë që kam pasur fatin të jetoj në vendet të tjera për shkak të studimeve, në Amerikë dhe në Angli, ku jam mësuar të jetoj vetë. Edhe tashmë nuk është se po e kam shumë problem. Pa tjetër që të mungojnë shumë familja, sidomos familja ime, që ne jemi vetëm 4 antarë dhe jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Prindrit e mi, unë edhe vllau, edhe pa tjetër që nuk ka ditë që nuk më mungojnë, unë dua gjithmonë t'jem pranë tyre, mirë po jeta është e tillë, vjen një kohë që duhet të mendosh për të ardhmen, domethënë për privatësinë tënde, të martohesh, të krijosh familje, e që në rastin tim erdhi, domethënë të shkoja në Gjermani. Jam përshtatur shumë, sepse më pëlqen shumë qetësia, edhe më pëlqen thjesht njerëzit, edhe ajo korrektësia, rregulli që është në Evropë. Jam duke mësu gjuhën, jam goxha mirë po mundohem të arris nivelin e gjuhës. Më vjen shumë mirë që ka nota pozitive të këtij ndryshimi tënd që ke pësuar në jetë. Për një kohë shumë të shkurtë me 4 këngë të reja, çka do të thotë secila prej tyre për ty? Ky vit ka qenë vit, si që përmenda, me shumë angazhime, mirë po dhe një ndër vitet më të bukura. Për shkak se jo vetëm se jam martuar, do më thënë, në fillim e kam përjetuar ndoshta festën, ose kanaxhexhin, unë e kam quajtur festë, për shkak se e kam bërë me burra edhe me gra, kam dashur ta bëj një ndryshim, edhe t'i kem vetëm njerëzit që unë i dua të pranishëm. Jo vetëm gratë, mirë po edhe burrat. Kam përjetuar festën. A ka dikush pse po i bën kështu, se zakonisht i bëjmë veç me gratë? Ka pasur ndoshta të tillë, shumica e kam pëlqyer shumë këtë ide. Mirë po ndoshta ka pasur edhe të tillë që kanë thënë se çka është kjo, pse e ke quajtur festë. Edhe unë tani publikisht për herë të parë po e shpjegoj që e kam quajtur festë, nuk kam mundur të quaj kanaxhex, për shkak se nuk ka qenë vetëm me gra, siç bëhet zakonisht në Kosovë ose ku jetojnë shqiptarët. Mirë po e kam bërë me burra gra, sepse doja t'i kisha gjithë njerëzit që i dua afër në atë ditë aq të rëndësishme për mua. Përjetova atë festë, do me thënë kanaxhexhin, pastaj erdhi dasma pas 2 ditësh edhe ndjenjë jashtëzakonshme, një ëndër që u realizua, sepse është ëndër e çdo vajze, të martohet, të bëj dasëm dhe ta bëj në atë mënyrë se si e kam menduar në vete. Dhe që unë jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur kur sot e kujtoj edhe po i shikoj videot edhe kënaqem shumë. I përmendje 4 këngët, gjatë kohës që kam qenë duke planifikuar dasmën së bashku me bashkëshortin, në të njëjtën kohë jam munduar dhe të punoj shumë, t'i sjell 4 këngë. Kënga e parë që erdhi ishte Më e mira nuse shkon, ka qenë duet me mamin edhe me vllaun. Këtë këngë kemi kënduar në kanaxhex ose në festë. Është një këngë që e kemi punuar me përkushtim shumë të madh, sepse kemi qenë në gjithë familja shumë të emocionuar, edhe vllau, edhe mami mundoshin me mënyrat e tyre të shprehnin, t'jepnin ide, të sjellin një tekst sa më të mirë, së bashku me tekst shkruesin e mrekullueshëm, Kreshnik Avdiun, të cilin e falenderoj shumë që e ka bërë edhe tekstin edhe muzikën. E keni marrë me emocion, kjo duket edhe nga klipi edhe lotët që janë në klip. Cila pjesë ka qenë më emocionuese për ju? Ajo e incizimit të këngës edhe interpretimit sa më të mirë, por edhe ndjeshmërisë së tekstit, apo edhe